Allahu Dhul Gjelal urdhëron që t'i çoni amanetet në vendin e duhur, t'i çoni përgjegjësitë në vendin e duhur. E nëse ju jeni zgjedhur që të gjykoni mes palëve, gjykoni me drejtësi, bëjeni gjykimin me drejtësi. Allahu nuk këshillon vetëm se atë më të mirën, nuk urdhëron dhe nuk porosit vetëm se më të mirën për njerëzit. E mos harroni se Allahu është dëgjues gjithçka që ju e thoni apo gjykoni, është gjithë shikues për gjithçka që ju veproni. Sa ajet madhështor vallahi. Allahu urdhëron që t'i çoni amanetet dhe përgjegjësitë vendin e duhur. E kur t'ju jepet, kur t'ju kërkohet ju që të gjykoni me drejtësi. E kjo për faktin se Allahu është i drejti dhe nuk urdhëron vetëm se më të mirën, dhe mos harroni se Allahu shef gjithçka dhe dëgjon gjithçka që ju e flisni, apo gjykoni, apo ju është lënë në amanet. Shkaku i zbritjes të ajetit kuranor është një histori kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çlirimin e Mekës, kur po afrohej në Qabën e Begat, xhamia e parë ndërtuar në faqen e tokës për t'u adhuruar Allahu, për t'u adhuruar Allahu dhe jo njerëzit. Kërkon çelësin e Qabës dhe i thonë që çelësin e ka Uthman ibn Talha, i cili ishte ngjitur sipër në Qabë, e nuk e jepte, ishte i dhujtar. E shkon Aliu dhe ja merr. I thot, nuk i jep çelësin pejgamberit Zotit? E kap ajo euforia atë më shumë. E kur pejgamberi sa se me fal namazin brenda në Qabe, del dhe i zbret një ajet kuranor të cilin sapo e citova. Allahu urdhëron që t'i çoni amanetet në vendin e duhur, në dorën e duhur. Edhe del pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe thot, i jepja Uthmanit, edhe pse ishte i dhujtar. Merë, thot, përgjithmonë, thot, deri në kiametin e madh. Edhe sot e kësaj dite, brez pas brezi çelësin e Qabës e ka fisi i Uthman ibn Talhas. Sa herë që dikush diplomat apo mbreti i Arabisë Saudite apo kushdo që vjen nga vizitorët, lidera, i marrin leje fisit të Uthman ibn Talhas, që të sjellë çelësin dhe të hapi derën e Qabës së Begat. Pse? Është amanet që e la pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam.